Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Po bëjmë goxha xheloz duke para të backgroundin tënd nga prafa, edhe rehatia jote aty, domethënë shëmbëllen shumë bukur. Po ja në shtëpi. Po në shtëpi. Bukur, shumë bukur që e ka aty, shumë rahatshëm duket e gjithë gjëja. Mirë përsëri gaz. Faleminderit shumë Lon. Po vërtet është shumë rehat, është pak një farë kontradikte sepse unë jetoj në një vend malor, kontrinor, e kështu... Është i bukur, është si vendi ku ke lind, domethënë, apo të shon? Po, pak më kontrinor o malor. Domethënë, kontrastet janë shumë të mëdha, luginat shumë të thella dhe ka më shumë gjelbrim. Po dhe ndoshta një mot pak më shumë shi dhe por pak a shumë i ngjanë, si them. Ishte shkëputur pak gjithsesi, ajo dohet të regjistruar se regjistrimi është autonom, s'ka problem. Po më thirrë dikush në telefon. Arso, nuk ka problem përse, në rregull. Bukur, thellësia edhe ndryshimi është pikërisht dhe tema që kemi kësaj radhe dhe do të diskutojmë ndryshimet, thellësitë e luginave dhe thellësitë e gjitha mosmarrveshjeve apo mospërputhjeve apo thjesht ato që duken sikur janë ndryshe nëpërmjet shqiptarëve. Nëpërmjet shqiptarëve që të themi në të gjitha trevat nuk e themi dot, sepse nuk kemi as reprezentativ nga trevat e tjera, po unë kam zgjedhur që këtë bisedë ta kryenim bashkë pasi kemi folë edhe herë të tjera, jo vetëm tek podcasti, por edhe në Space, edhe mendoja se do ishte diçka e bukur dhe interesante. Edhe piknisja ka qenë ajo biseda, ai problemi që u bë ai shumë i madh nëpër social media rreth titrave të, le të themi, një nga këto serial show, TV show më të bukur që ka pasur, domethënë gjithë kinematografia mbar shqiptare për mendimin tim. Unë kam parë shpejt atë serial dhe më ka pëlqyer shumë. Për gjithë dëgjuesit po flasim për seriali Rushe, pikë nisja e kësaj bisede është sepse në shfaqjen e saj në kanalin kombëtar Top Channel u shfaq me tritra në gjuhën standarde shqipe, gjë që për çudinë time dhe për habin time ndezi një debat që nuk e ditëm. Si të duk të gaza i debati ngrit? Debati ishte kreativ dhe mendoj se para së gjithash i ndihmon më tepër se sa që e pengon çfarë do lloj afrimi të rajone të ndryshme. Jemi pak një popull që kërkon një farë një debat, një gjë për të ngucur, për ta shpotitur njëri tjetrin. Dhe ky klan në Shqipëria ishte në klan, po? Top Channel, po. Tani. Po, ka bërë mirë që e kanë titruar, është e vërtet se dëshmë apo s'dëshmë, edhe në Kosovë një pjesë e madhe e popullatës nuk do ta kuptonin në tërësi. Tash ka pjesë të mëdha që kuptohen fare lehtë sepse flitet me një gjuhë shumë thjesht dhe por janë disa pasazhe ku disa trin për shembull flasin me një slang që është i Prishtinës dhe nuk është as i i provincës kosovare as një rajoni tjetër për rreth e as i Shqipërisë. Prandaj kjo duhet të ishte normale, e tregon edhe një herë që kemi
gjuhë rajonale, dialekte rajonale që flitën gjithandaj, por mendoj se debati dhe kreativiteti, cili më shumë u zhvillua në Kosovë, ndoshta ishte megjithatë kreativ dhe i dobishëm për shoqërinë, nuk ishte se kishte ndonjë problem rreth saj, nuk u shfaq ndonjë. Ka disa që kërkojnë vëmendje me duke qenë më të zëshëm ose kjo është ketë normale. Normalisht, shiko, debat do ketë për çfarë lloje gjërash, po më vën përshtypje vetëm disa pasazhe kur disa njerëz thoshin që ndiheshin thjesht të prekur dhe të ofenduar që pse po marrim një shembull një shqiptar nga një fshati të Pelenës apo Sarandës mund të kishte probleme të kuptonte një gjuhë dialektore të Kosovës ose në këtë rast siç ti e sipër përmendet të Prishtinës. Unë kam hasur shumë përpara kohë para se ky debat të hapet me muaj. Baba im ka qenë për vizitë dhe u trashëm, s'kishim çfarë po bënim edhe tham që hajde po shikojmë një film. Dhe i thash babit shife, është si Netflix, është një faqe kosovare. Normalisht, kosovarët janë shumë më përpara se ne me këto gjëra edhe ka filma që janë edhe free, domethënë kemi pa një film që për fat keq nuk më vjen emri, po ka qenë dy individ që bënin vrasje me pagesë, ishte kështu si tip komedi aksioni tek Gjirafa. Edhe diku nga 20 minuta, domethënë e pash i mat ishte në siklet, ishte goxha në siklet edhe më ndërpret një moment dhe thot e kupton ti omi? Kuptoj. E kuptoni, gjë e kanë që atëri, babi se kupton fare. Edhe unë për herë të parë e mblodha mendjen dhe e kuptova realitetin që dale plak, sepse baba im nuk e di sa kosovar ose shqiptar të Kosovës mund të takuar gjithë jetën e tij. Ne jemi rritur me muzikën, e kupton, kemi qenë në kontakt në mënyrë aktive ose pasive gjatë gjithë kohës, sikur kemi që prej 10, 11, 12 vjeç me artin e kulturën e tjerë, edhe deri tani edhe sot e kësaj dite, le të themi, ne konsumojmë në pjesën më të madhe çfarë muzikat e trendit edhe artista të mirë njohur që bile kanë çarë edhe këtë kufirin e të qenit artista vetëm shqiptar që vinë prej Kosovës. Kjo është fakt. Kjo dallohet, këtë e thon numrat, këtë e thot trendi, këtë e thot edhe trendi që këngëtar nga Lushnja flasin në këngë të tyre me seks kosovare. Kupton, kjo aty e tregon që standardi të qenit cool edhe të bërit atë lloj arti është atje. Por unë atje e kuptova që ai se kuptonte vërtet, domethënë edhe kishte turp të ma thoshte mua që më ka birin tim. Vetëm desha të them që muzika nuk jo domosdoshmërisht kërkon kuptimin e plot. Edhe një këngë të Celentanos kur ai këndon në një gjuhë të shpikur, thua se është një këngë anglisht, që faktikisht askush nuk e kupton, dhe gjithë bën sikur po kuptojnë diçka dhe në një mënyrë nuk jo domosdoshmërisht, sikur poezia, secili mund ta kuptoj atë të vetën dhe nuk e ka me nevojë që t'jetë tërësisht tër teksti i kuptueshëm që të dëgjohet. Por filmat dhe sidomos letërsia mendoj se do të jenë filmi jo me do mos i thënë në gjuhën standarde, por nëse ka devijim shumë të madh, atëherë ose të titrohet nëse ka mundësi në tërësi, ose vetëm në pjesët ku përdoret një dialekt që nuk është standard. Kemi rastin me filma edhe në gjuhën spanjolle, për shembull, ku ka dialekte shumë të mëdha, domethënë që flasin qoftë mos flasim për gjuhët që janë komplet tjera, siç është ajo gjuha baske, por të azam gjuha katalane është një gjuhë dikun mes frëngjishtës dhe spanjollishtës,
Është goxha e çuditshme është. Po, është pikërisht një gjuhë urë. Ata mund të kuptojnë edhe frëngjishtën edhe spanjollishten sepse kanë idioma dhe fjalë mos them të huazuara, më shumë kam qef të them për fjalë që kanë një origjinë të përbashkët. Qoftë disa çështje, disa gjëra mund të jenë shpikur ose përdorur për herë të parë në kohën kur ata kanë qenë më shumë për shembull me francezët, ose disa gjëra tjera kanë qenë të përdorura për herë të parë kur ata kanë qenë më të afërt me spanjollët dhe kështu ndodh edhe në Kosovë dhe në Shqipëri ka fjalë të cilat me qenë se tingëllojnë që janë të huaja, unë për veti mendoj se ato kanë origjinë të përbashkët me fjalën që me cilën kanë ngjashmëri për një shumicë të tyre, mendoj për fjalë që janë vërtet burimore, por kanë ngjashmëri tash. Nuk është ndonjë problemi me. Por kjo e çfarë disa veçori dhe disa variante të gjuhës, por mbi të gjitha mendoj se ato variante me gjithat janë nuk dojnë të thonë që ndajnë, por që mund të me kompletojnë njëra tjetër. Kur isha tu duke thënë për origjinën e përbashkët, për shembull, kemi djalë, sidomos të bëjmë për shembull me fjalorin klerik, fjalorin e besimtarëve, të cilët ti mund të jesh i një rrethi, por janë disa gjëra që nëse je me një besim, me një kulturë tradicionalisht që vjen muslimane ose katolike ose ortodokse, do t'i thuash disa gjëra më ndryshe se ai tjetri për gjën e njëjtë, sepse vijnë nga ose do të kesh ndonjë tokë fjalësh që është tjetër, ndonjë proverb që është tjetër, që nuk përdoret nga të tjerë, sepse burimin e ka dikun tjetër, e ka dikun ku ai tjetër nuk ka pas qasje. Prandaj edhe largësia nga vendi ku unë jam lindur, për shembull me Vlorën, ose është bagi e madhe, me thënë se për këto gjëra do të numëroj me sa ditë me kalle qerre mund të shkosh në një vend. Është për habitur në Francë, kemi kryeprefekturat janë të vendosura në mënyrë që ashtu të dendura, aq sa një njeri, një kalor s'ka mujt të shkoj prej një qyteti në qytetin tjetër brenda një dite me kal. Dhe aty pastaj është ndalur dhe për këtë arsye pas një kohë gjatë është bërë grumbullimi i shërbimeve, ka dhe bujtina. Është një shumë interesante, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Është edhe shet që është ashtu gjithka. Edhe në Itali e ki qatë të njëjtën dendësi të qendrave rajonale, aq sa mund të thoj një kalorës brenda një dite, po them për atë kohë. Dhe njësoj edhe në Kosovë, përmendoj Kosovë ku jam unë me Shqipërinë dhe pjesën e jugut, sigurisht për shkak edhe të Alpeve shqiptare, dhe bjeshkët në mune, sigurisht që rruga ka qenë shumë e gjatë për të pas... Të bërë brenda një dite. Po, për të bërë brenda një dite nuk... asë që nuk mendohet, po mendoj që një pjesë e madhe është bag i largë edhe për disa javë, me thënë.
Po, ndryshim normalisht, kur diskutojmë ndryshimeve, domethënë andej dhe këndej kufirit, ndryshimi i parë, ndryshimi më i madh, domethënë elefanti në dhomë është gjithmonë gjuha. Po unë ndryshe nga një pjesë, nuk po them shumë të tjerë, se nuk janë shumë, nuk janë pak. Po unë e shikoj si diçka vërtet shumë pozitive, për shembull ka vende si ti përmendë si Franca ose Italia, që është shembulli më i mirë, apo Spanja, që kanë vërtet dialekte që devijojnë komplet nga gjuhë. Për shembull, gjuha napoletane është më e devijueshme nga italishtja, apo thuajse se sa është ajo katalane se nga gjuha spanjolle. Edhe ata e mbrojnë, e ka futur tash në pavarësisht se në Napoli më duket qoftë se nuk gaboj është në prefektura në këto government building është të dyja gjuhët, dhe napoletane dhe italiane, por e kanë mbajtur, në UNESCO e ka futur, e ka marrë në gjirin e vet. Megjithëse ajo ndryshon shumë. Po edhe në Shqipëri për shembull ka gjuhë që vërtet ndryshojnë më shumë nga shqipja standarde, sesa ajo Kosovës, si për shembull theksi ai dialekti Fordi Bran, për shembull, është një game changer, ajo është një gjë komplet ndryshe, sepse nëse unë mendoj që një shqiptar normal që mund të kishte, le të themi, disi probleme të kuptonte kosovarët, atëherë unë do i ftoja të gjithë dhe me të kryen një bisedë me një Dibran nga një fshat i thellë i Dibrës, mundësi ishte nga këto fshata që janë Maqedoni, filsh pas, ta shikojmë si do fillonte, si do vazhdonte dhe si do mbyllej ajo bisedë. Nuk më nga se do zjaste shumë. Por që është e bukur. Po, mendoj që është pasuri. Përmende gjuhë napolitane është një grup, një band napolitan tash Liberato, që këndon në gjuhën napoletane dhe janë aq të mirë dhe këngët e tyre janë aq të mira saqë kanë marrë bujë në gjithë Italinë dhe janë kanë popularizuar edhe gjuhën dhe thashë edhe njerë muzika nuk e ka me do mos që për herë të parë ta kuptosh. Ti e ndëgjon, çdo një herë ta pastaj mund ta shikosh tekstin. Jo, me do e mos nuk e ka, po ideja është për shembull që një fëmijë të vogël siç isha unë ato kohë, për shembull kur dëgjon Unikatili, Dudun e tjerë, pavarësisht se nuk janë në një nivel mbase me ato që ti sipër përmende, nuk është vetëm sepse po dëgjon këngën. Para fare ne kur ishim fëmijë dëgjonim këngën mundësisht 15 herë brenda një dite, pa frikë fare. Një 15 herësh vetëm on repeat gjithë kohës do i mësosh ato e para e dyta. Më vonë kur u hap dhe më shumë që doli interneti, YouTube-a, fillon, Google-on, shikon intervistat e tyre. Pastaj ata i dëgjon ata se si flasin në përditshmërinë e tyre, që është akoma më vështirë se sa kënga. Për të kuptuar, domethënë, i shikon ato shakat e tyre, ka shumë gjëra për shembull që unë sot kësaj dite e kam të vështirë të kuptoj. Ka disa edhe aty në Kosovë ka shumë ndryshime domethënë mes zonave dhe unë ca i kuptoj shumë mirë. Ca nuk më bezdisin fare, kurse ca të tjera për shembull kanë vërtet vështirësi, më vjen ndonjëherë inat në veten që nuk i kuptoj. Por arti normalisht është edhe mënyra më e mirë, sepse siç edhe përmenda unë përpara për Kosovën që ka pasur art që prej fëmijërisë time për shembull, mos ta harrojmë se gjithë atë valën e gjigande të muzikës italiane ose italiano-amerikane në ato kohë në New York, Jersey edhe Boston, të gjithë ata ishin napoletan. Ata kur i dëgjojnë ato këngë që janë gjysmë anglisht, gjysmë italisht, në fakt italianët tamam nuk e kuptojnë se është napoletane, si gjuhë. Kështu që këto si tip vende që kanë këto dialekte të forta, domethënë si kur janë çik kështu magnetike për sa i përket artit, edhe sidomos muzikës. Po, nëse kanë një melodi dhe zakonisht e kanë. Ato gjuhë që janë ruajtur përkundër standardizimit dhe përkundër si të them presionit qendror, qeveritar ose pushtues, ato gjuhë që janë ruajtur vërtet e kanë një vlerë dhe një formë specifike, qoftë melodike, qoftë një mënyrë më të shkurtër të shprehurit dhe ndoshta ndonjëherë edhe një otarësi më të madhe brenda rrethit nuk janë shpërndar.
ndaj gjua baske për shembull vërtet është mbrojtur dhe nuk ka asgjë të përbashkët me asnjë gjuhë tjetër. Për atë pjesën që flitet. Në Francë kemi gjuhë regionale të cilat mësohen si gjuhë plotësuese, opsionale, mund që familjet ose nxënësit të zgjedhin një orë ose 2 në javë që të shkojnë të mësojnë gjuhën e të parëve të tyre, njësoj si kanë të drejtë të mësojnë gjuhën turke ose gjuhën arabe ose gjuhën nëse ka mjaftueshëm nxënës shqiptar në një shkollë, mund të kërkojnë të kenë një mësim në gjuhën e tyre, dhe kjo është vetëm se ku po du të dalë është që ruajtja e një gjuhe regionale nuk do të thot prishjen e gjuhës standarde. Se ne do të kuptohemi. Ne do të kuptohemi unë, për shembull, nuk e flas komplet. Kur e shkruaj për më shumë marr mundin të shkruaj vërtet në gjuhë standarde, atëherë kur kam kohë ose kur koncentrohem ashtu, por në të folur mund të kem, edhe kam e di që kam gabime të shumta që nuk janë gjuhën standarde. Por unë konsideroj si gabime shumë, për shembull si gaberati që janë, domethënë ne jemi goxhan mes, kështu që kemi edhe le të themi në thonjza edhe luksin që të bëjmë një farë dallimi nga pjesa e sipërme dhe pjesa e poshtme, domethënë. Ti je edhe për të bërë komplimente, por edhe për të thënë vërteta je një shembull shumë i mirë për shembull për pjesën se si njeriu mëson me gjatë gjithë kohës, sepse atë që dëshiroj unë për shembull për gjuhën shqipe është të arrijë një nivel si gjuha gjermane për shembull. Që një gjerman që po është profesional diku në të qindën e sekondit, domethënë e kthen në Hochdeutsch, në gjermanishte të lartë, kupton kur i duhet, kur duhet të pagoj diçka, kur duhet vejtë një zyre, një tjetër ku nuk ofrohet ai shërbimi në gjuhën e vet. Edhe në përditshmëri pastaj ose në punë apo ose në gjëra flasin theksin e tyre. Unë e kam mësuar me pasion, edhe kam mësuar goxha mirë, le të themi me bashkë studentat e mi të tjerë këtu gjuhën gjermane. Por për herë të parë kur unë kam pasur gjerman sakson, nga Saksen, unë nuk e kisha fare idenë sa ata për çfarë po flisin, domethënë. Ora isha, domethënë out. Ai më tha diçka dhe unë isha më fal një minutë, thashë mora të tjetrën, e kupton se ishte shumë e vështirë, e kupton? Edhe ata e kuptuan pastaj që unë nuk isha aq i zhdërvjellët në gjuhën gjermane sa të kuptoja edhe dialektet, dhe e ndroi në moment, pastaj u morën vesh etj. Por normalisht pastaj me teknikët, me ata punëtorët e tjerë, pastaj vazhduan të flisnin ashtu siç flisin ata. Dhe unë këtë kam dëshirë të arri, po që të arrihet kjo, mendoj se është për të ushtruar një pyetje që ne kemi diskutuar te grupi, kemi diskutuar tek specat e Lolitës, edhe më se do vazhdoj të diskutohet për një kohë të gjatë. Është një pyetje që është ngritur, që unë kam mendimin tim, por pyetja është: a është gjuha standarde shqipe përfaqësuese? Ti si mendon? Mendoj se po, mendoj se në kohën kur është shkruar, sigurisht që ka pas më së shumti literaturë të shkruar në atë standard, por e kam thënë edhe më herët, është gjuha, është gramatika, është ai algoritmi i cili e mundson që një fjalë të re që e mësove tash, të dish ta zgjedhosh dhe ta trajtosh në kohra të ndryshme, në trajta të ndryshme, me njëherë, sepse e din rregullin. Prandaj po them, është ti duhet të gjesh një algoritëm të caktuar që i mbulon në shumicën e rasteve në mënyrë standarde. Ka gjithmonë fjalë dhe fjali që pastaj do ndoshta folje, sidomos që janë të parregullta, por në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me një strukturë që i gjason një gjuhe. Domethënë e ka definicionin për secilën
secilën trajt gramatikore, stilet e ndryshme, dhe kjo nuk mund të jetë shumë e përzierë. Nuk mund të bësh të krijosh një algoritëm që qëndron, domethënë ajo është ta ngrisësh në dialekt në nivel gjuhe. Domethënë që të dish për secilin gjë, se si thuhet, dhe kjo megjithatë është e nevojshme që të ketë një harmoni të plotë. Pastaj fjalët, thesari mund të mirët, edhe sot askush nuk të pengon ty të marrësh një fjalë nga një vend i caktuar dhe ta thuash ashtu si don, nëse se dikush nuk të kupton e shpjegon, nuk është me rëndësi është që të përdoret sintaksa, gramatika dhe ato rregullat e gjuhës. Dhe kjo mendoj se i ndihmon komunikimit sa më gjerë dhe me ka pasur tentativa dhe sigurisht që gjua që shkruhet për shembull në Kosovë, ndoshta edhe një pjesë tjera, një pjesë e madhe ndoshta nuk ka arritur të depërtoj mjaftueshëm pikërisht për faktin që nuk është arritur nuk e kanë disa kanë dashur që të jenë të ndryshëm, të veçohen duke pasur një stil regional, por nuk është kjo që unë nuk e shoh si problem atë. Shiko, Gaz, unë nuk e shoh si problem, se duash ti është ndryshe, nuk ka asnjë problem, secili është i lirë të mësojë çfarë të doj, po unë pyetjen që a është përfaqësuese gjuha shqipe apo jo, e konsideroj si bleon, unë mendimin personal të pavend. Pse e konsideron unë të pavend? Sepse marr shembullin të gjuhës që njoh më mirë nga përditshmëria, që është gjuha gjermane. Tash i hoktoj gjermanistja zyrtare flitet në një pjesë gjeografike jashtëzakonisht shumë të vogël Gjermanisë, që është ajo që ka qenë principata e Hanoverit në ato kohë, dhe sot janë ato 3 qytete atje, Hanover, Braunschweig dhe tjetra që s'po më vjen tash për momentin. Aty pretendohet se ajo gjuhë flitet, ajo që është standardja, që është në letra. Kështu që në Gjermani gjuha standarde gjermane, ajo që dëgjojmë në media, ajo që kur vjen Merkel në Shqipëri që bën muhabet me ata, është ajo gjuha që përdor, është reprezentative as në një 10%, as një 10% që nuk reprezenton ajo. Sepse gjuha standarde është gjuhë mekanike, është mjet, është thjesht teknikaliteti për të shprehur ligje, për të shprehur rregulla, për të shprehur, ku dëgjon, një lloj ose e thënë më bukur për të administruar. A mund të kishte kjo zjerime? Po, edhe unë jam i bindur që gjuha shqipe duhet të rihapi dhe të rishqyrtoj dhe sa më parë të jetë e mundur të mundësoj futjen ose rikthimin e formës paskajore. Është një formë e të folurit që nga shkumbini e sipër përdoret, domethënë vetëm ajo, nuk përdoret kjo që përdorim ne. Edhe ka debate pse është ekskluduar, unë nuk jam gjuhëtar që të merrem me ato, kur të kem mikun tim Eltonin që do diskutojmë për këto, atëherë do ta shqyrtoj, por që nuk mendoj se është me vend të vihet të rikonsiderohet gjuha standarde, por mendoj se është me vend që të flasësh dhe të ngresh idenë për zgjerimin ose një update, një rifreskim të gjuhës, se kanë kaluar gjatë ato vite, edhe institucionet tona janë gjithmonë me një këmbë në varr, se nuk i bëjnë studimet e mundshme, korrigjimet e mundshme, dhe normalisht kanë ngjerë çdo gjë mbrapa, kur sikur në Gjermani për shembull në çdo vit këta nxjerrin një fjalë të re që përdoret shumë, mundohen ta huazojnë, e marrin nga një gjuhë tjetër ose e kthejnë ose shikojnë çfarë përdorin të rinj për shembull, e analizojnë, thonë kanë atë vortësjare që është fjala e vitit që ja shpjegojnë gjithë njerëzve që kjo përdoren ditëshmëri, por ka këto kuptime të tjera. Ne këto gjëra nuk i bëjmë në Shqipëri. E kupton? Se ne vërtet duam të jemi ndryshëm dhe është gjë e mirë që të jetë ndryshëm. Se s'ka asnjë lloj problemi nëse një gjakovar do të jetë ndryshëm se sa ai nga Gjirokastra. Është më se normale.
Unë mendoj se ignoranca ose thënë më but, padituria është pak e mundueshme se është shumë gjë e bukur të jetë ndryshme deri në faktin që ti nuk arrin ta komunikosh ndryshimin. Nëse ti nuk merresh vesh, ti nuk arrit të kuptosh, ta shpjegosh që si ne jemi të dy shqiptarë, domethënë po sa ndryshe jemi, çfarë gjë e bukur. Nëse ti këtë mesazh nuk arrin ta përcjellësh, atëherë je shumë ndryshe. Atëherë kalon në masa të tjera pastaj. Është një bot kuptim i cili është pak një mënyrë thuhet që gjua shqipe lexohet ashtu siç shkruhet, ose ta zëm shkruhet ashtu siç lexohet. Nuk është këtë e vërtetë. Nuk e lexojnë të gjithë njësoj atë që është e shkruar, ku duat vi është se duhet të shkruajmë të gjithë njësoj. Pastaj se si ti e shqipton, me çfarë shpejtësie e thua atë, a e han një pjesë të fundit, apo a e lidh me fjalën tjetër, apo a e bën sën z, për shembull, për mua është natyrale që çdo shkronja s para bashkëtingëlloreve si d që janë pak më të tingëllueshme, bëhet z, sepse duhet të lexohet. Është një pjesë të madhe ajo, po. Duhet të lexohet z, zdi. Nuk thuhet sdi, se s'mund, gjua nuk e thot. Është e vështirë, po. Po, por do të shkruhet sdi ose nuk di, efektivisht. Ose se di. Ose se di. Por vjen nga se di dhe thuhet sdi, por faktikisht duhet të lexohet zdi. Ka disa raste, po sidomos duhet ta ndajmë, për nuk jam fakt gjuhtar ose mendoj që duhet ta ndajmë pjesën se elokucioni, domethënë çfarë shpejtësie edhe me çfarë theksi hundor ose më të hapur ose këto nuk bëjnë dallime gjuhësore, mënyra se si ti e thu një fjalë. Por dallime gjuhësore janë vërtet paskajorja, mund të themi, për veti ndoshta kisha mendu të shtoj disa tokë fjalësh që janë ndoshta të rëndësishëm, që janë përdorur nga shkrimtar të njohur dhe që përdoren në popull, por jo më dhe mos për mua është thjeshtësim, paskajorja është thjeshtësim i gjuhës, nuk është që shton nëse flasim vetëm gjuhën me paskajore, mendoj që çdo gjë është me. Po. Jo, mirë, po shife se edhe pse është e thjesht për shembull, ka pasur shkrimtarë që me atë lloj thjeshtësie që i mundsonte paskajorja kanë bërë kryevepra, kupton? Unë nuk po them të heqim formën normale që është të kisha, të jem, të bëj, duke bërë etj. Edhe nuk po them që duhet hequr, por mund të hapet si një mundësi sepse shiko, përderisa kjo është e thjeshtë, domethënë, dhe shumë njerëz e përdorin, është eficiente, unë nuk shikoj negativ me kjo, e kupton? Jo, plotësisht. Për atë them, mund të futen disa shprehje, po them këtë pa asnjë kompetencë, por vetëm po diskutojmë natyrshëm. Ne asnjëri nga ne të dy nuk e ka atë lloj backgroundi, por ne po diskutojmë si dy shtetas ose bashkombas shqiptar, domethënë, nëse si e mendojmë ne, nuk i detyrojmë asnjë personi asnjë gjë, kështu që mos e vrit mendjen. Ja, fare, jo, por kjo nuk e bën më pak komb tërsin, dallimet mendoj që janë të mëdha në gjuhë, por do të zvoglohen dallimet duke u bërë hapja, duke u bërë lëvizja e qytetarëve, sepse tash siç ka ndodhur vitet e fundit. Sa njohim njëri tjetrin mirë, e kupton, sa të përfshihemi, të përmblidhemi, janë shtruar shoqërit, janë shtuar këto vizitat nga njëra anë e kuthirit në tjetrën, janë shtuar marrëdhënie romantike, shoqërore, martesa. Kështu bëhet çdo lloj gjë, e kupton? Kështu rritet çdo lloj gjëje, edhe
në sa më shumë ta njohim njëri tjetrin, aq më shumë ky problemi i gjuhës ose problem, s'është problem, kjo pseudo problemi i gjuhës do të venitej pastaj diku në prapasken e të gjithë gjës, po. Ti the, edhe unë jam i njëjtit mendim që thej që gjua, kjo ndryshimi i gjuhës nuk është problem dhe unë vërtet nuk është mendoj se është problem apo ndryshim. Po ne kemi për shembull në rastin Shqipëri, Kosovë kemi ndryshime të tjera, për shembull. Të vjen ty personalisht në mendje ndonjë ndryshim për shembull jashtë gjuhës që ne kemi shumë të madh ndaj njëri tjetri? Shqiptar, mendoj se kemi një trung të përbashkët të gjërave që i kemi përjetuar së bashku. Pastaj një kohë një domethënë Shqipëria dhe pjesa tjetër e mbetur Jugosllavia, por edhe një pjesë tjetër që është diaspora, kanë lëvizur në mënyrë të pavarur dhe kanë krijuar përvoja dhe ndoshta kanë pasur vuajtje, kanë pasur gjëra që secili veç e veç që të tjerët nuk i kanë përjetuar. Për mos ta marr një shembull Shqipëri Kosovë, do ta marr një shembull nga diaspora për shembull. Tash ta marr parasysh se si një kosovar ose një shqiptar i Shqipërisë, një shqiptar i Kosovës ose një shqiptar i Shqipërisë mendojnë se din se çka është jeta e një gurbeçare, komuniteti i gurbeçarëve e kanë një veçori të caktuar, të cilët ata që kanë mbetur nuk e kanë. Ata që kanë mbetur kanë marrur veçori tjera, të cilat kanë dalur nga vujtja tjera, që të tjerët. Shqipëria, e them, për shembull, edhe pse kemi qenë që të dy palët në komunizëm, pjesa e shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë, shpeshherë për shkak se ndoshta në Kosovë ka pasur gjinse, ndoshta apo edhe në Shqipëri ka pasur gjinse, ka pasur rock, po edhe në Shqipëri ka pasur. Mendohet që kulturat kanë qenë shumë të ndryshme. Megjithatë ka pasur pak dallim, po them disa vujtje, por është interesant që në ciklin e formësimit si këmbë, këto periudha me një kohë shumë të shkurtër absorbohen, sepse ato mendoj për shembull tragjedia jo tragjedia, por anijet e mbushura, çaja pjesa e trazirave në Shqipëri. Për shembull, atë nuk do ta kuptoj kur një qytetar i Kamenicës, nuk mundet me ditë si është ndjer një person. Por njësoj një anën tjetër, një shqiptar i Shqipërisë e ka më të vështirë ta përvetsoj për shembull atë që e ka luftën në Kosovë ose por në një kohë të gjatë kjo pjesë këto dallime të kurrë edhe diskutojmë, edhe diskutimet që i bëjmë mes vete, edhe filmat që i shohëm së bashku, edhe dëshira për me empatia, për me ndje tjetrin, me qenë i kujdesshëm ndaj tjetrit kur diskutohet për këto gjëra, mendoj që e bëjnë të rikthehen. Po to janë gjëra të bukura, Gaz. Po unë doja të vija gishtin tek plaga edhe pyetjet e vështira më le t'i bëj unë do të them ca gjëra që unë i kam vënë re që edhe unë kam mendime shumë të forta, ti e di që unë jam goxha konfliktual, konfrontual për sa i përket mënyrës së folur. Një gjë që edhe unë nuk di të ndaje, po them para kohë që unë nuk di të shprehem se sa është përqindje e shqiptarëve të Kosovës që kanë këtë dhe sa mendojnë. Një problemi më thelbësor që ne e shikojmë direkt është se sa seriozisht kosovarët e kanë fen ose shqiptarët e Kosovës. Ne në Shqipëri, domethënë, nga që kemi pasur komunizmin më agresiv, edhe kemi vuajtur çik më shumë edhe është bërë njeriu çik më shumë kafshë dhe është përvetësuar, është ndarë. Edhe nevojën nga që kemi pasur shtet në thonjza pak më përpara,
nuk e kemi ndier dhe metodën, se unë jam i bindur që një pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës besimin e kanë pasur thjesht një mburoj kundër asaj ortodoksisë serbe, pasi e dim që është e mirë dokumentuar që edhe gjithë shqiptarët që kanë qenë ortodoks në Kosovë, që kanë qenë një pjesë shumë e madhe, janë dokumentuar si serb për nga kisha vet. Por duke e parë këto vitet e fundit për shembull, edhe pasi ajo kaloja, pjesa e shtypjes tani është çdo gjë online, çdo gjë tjetër, shpesh herë e vëre për shembull që në Kosovë shqiptarët e marrin jashtëzakonisht shumë seriozisht fen, religionin, edhe bëjnë gjëra që unë nuk i konsideroj të zgjuara. Edhe këtë e them me vetdijen që mund të kem çikshu zjarr nga pas, po të kryesh dhunë për të mbrojtur një hoxh ose imam që del në për emisione ose bën këto live-et vetë dhe i thot i jep këto këshilla të më thënë mami me vdek çika, ato që janë bë meme, kupton se unë po marr ca, të më falësh, se po marr ca që janë kështu absurde fare, domethënë që nuk është se shëmbëllejnë pjesën më të madhe. Edhe propaganda, agenda që ata kanë që bëjnë vëllazëri me turqit e tjerë për shembull. Kjo unë në sytë e mi e shikoj si shumë negative. Tani nuk e di se nëse ti mund më shpjegosh domethënë se sa është përqindja e njerëzve që mendojnë në mënyrë të tillë, edhe pse akoma vazhdojnë domethënë ta mbajnë fen më lart se sa shtetin dhe veten e tyre. Mendoj se natyra e njerëzit e ka shumë problematike zbrastin. Dhe çdo vend i zbrazët që jetë nga mos kujdesi shoqëror, plotësohet ose nga një grup tjetër, plotësohet në një grup tjetër. Kjo që është këtë e natyrshme. Një pjesë e qytetarëve në Kosovë nuk mund të them që është shumë e madhe, por megjithatë e konsiderueshme, ndihen e kanë një ndjenjë të përbashkët të komunitetit mes tyre, që vjen nga besimi i përbashkët, por nuk vjen vetëm nga besimi. Mendoj që vjen nga të qanurit së bashku. Mendoj se është një komunitet që vijojnë, nuk jam shumë fetar dhe në vërtet unë në xhami nuk e mbaj mend, ndoshta i ka 35 vjet, 6 vjet që nuk kam qenë, por edhe nuk mund ta kuptoj plotësisht, dhe nuk mund të them me plotësi, por është një gjë që është plotësuar nga klerikët, po jo vetëm nga klerikët, nuk e shoh këtë si një gjë të keqe. Unë e shoh se nëse nuk ke punë, po edhe kur ke punë dhe të duhet ta kompletosh një pjesë të dëshirës për të kuptuar botën, është arritur ajo pikë në Kosovë ku ka pas më shumë influencë, por e them edhe provokimet janë në Kosovë nga njëherë më të mëdha se sa që ju në Shqipëri. Ju nuk e keni sport ta provokoni dikën për nga feja. Mendoj keni më shumë kulturë tolerancë, edhe pse në Kosovë ka kulturë tolerancë, por nuk besoj që dikush e gjen atë. Jo, po ne shiko, provokime bëhen sa duash, edhe tek ne, po ka një bon sens, ose jo një bon sens, po ka gjithmonë një kufi. E kemi, nuk e di nëse një figurë atë Mustafa Nano, për shembull, ai është i ka vdekje këta që dalin edhe falen të sheshi Skënderbej e tjerë për shembull. Kemi edhe ne figura të tilla, thjesht nuk japin shumë zë. Po ne nuk kemi figura të tilla për shembull që të vendosin domethënë nga ikën populli. Apo në atë pjesën e tërmetit për shembull është ai një hoxh domethënë që u bë shumë i fortë, si ka Elvis, nuk e mbaj mend për momentin. Është një tjetër për shembull që ai bën ca video një Ahmet Kalaja që është kështu patetik si njerëz, e kupton. Shiko,
gjyshi im prej babit ka qenë imam, te xhamia Mbret në Berat, që ose një nga ose xhamia e parë hapur në Shqipëri, po kjo nuk ka të bëj me këtë, kjo ka të bëj me faktin se e kanë shumë pjesë të përditshmërisë. Këtë po mendoj, unë kam parë shumë indicie, kam parë edhe kosovar këtu në Kosovë, në Gjermani për shembull, që kanë filluar edhe nuk e duan më as flamurin për vetëm fakt se është i Gjergj Kastriotit. Ka njerëz që thonë që Gjergj Kastrioti ka qenë qafir se ka vrarë muslimanë. Këto lidhen gjitha pashë njëra tjetra. Ka dhe në Shqipëri nga këta, por në Shqipëri këta denigrohen shpejt. Domethënë sepse nuk ka një tolerancë drejt për drejt. Ka pasur në para 2 vitesh, nëse mund mos gaboj, të na korrigjojnë njerëzit në komente, 2 gjëra të vogla. Ka pasur një këtej nga ana e Dibrës, ka qenë një imam që ka bërë gjëra kështu antishqiptare dhe që sulmonte të krishterët, ka qenë dhe dikush i krishter që thoshte duhet të luftojmë me muslimanët. Të 2 këta individ janë arrestuar, sepse ishin thirrje për dhunë, të drejtë për drejta, domethënë që mund ta ndjekësh penalisht sepse e robi po nxit dhunë të drejtë për drejtë. Ai rasti për shembull që ndodhi me atë, pavarësisht se ai është një nga personat për shembull që unë nuk e duroj dot hiç, ai personi që u rraf se po talli me atë hoxhën. Unë atë nuk e duroj, ai është tip shumë negativ. Por asnjëherë unë si Bleon nuk e toleroj që të përdoret dhuna fizike tek ai, e kupton? Është edhe gajlë. Jo. Jo. Nuk disa gjëra po bën shumë maja, shumë shpejt. Dhe po mendoj, edhe e kam shkruar një tweet besa para një kohë, e kam lënë ato. Mendoj që kur partitë politike me kohë e humbin kredibilitetin njëra pas tjetrës. Dhe në fund e pa ta shkruar që nëse edhe lëvizja vendosë, edhe kjo lëvizje e majt e humb kredibilitetin jo në çështje nacionale këtu, por në zgjidhjen e problemeve sociale, atëherë do të ketë shumë më shumë njerëz që do t'i kthehen edhe besimit, por nuk është çështja e besimit, është çështja të qenurit bashk me dikën që mendon si ti dhe që të përkra në forma ndryshme. Dhe kjo është në rëndësi sepse kështu ka ndodhur në shumicën e vendeve dhe unë nuk them që është keq. Unë vetëm them që askush në pafundësi nuk pret që atij t'i kaloj koha derisa të gjendet një zgjidhje e kënaqshme për gjithë. Dhe kjo vetëm se domethënë ata që ndëgjohen ndryshojnë. Me të thënë drejtën, Bleon, unë e përzgjedh shumë kë e përcjelli dhe nuk kam parë asnjëherë ndonjë video të ndonjë imamit ose të hoxhës as të Kosovës, as për kuriozitet, kështu që jam pak larg nga ajo se nuk e di as çka flitet, as çka nuk flitet. Në to e di nganjëherë kur ka ndonjë debat, por nuk jam shumë i... Edhe besoj që ka një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës, e shqiptarëve të Kosovës që për të cilët feja nuk është e largët, por nuk është primare në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore, por që nuk është një gjë që e refuzojnë, nuk mirret si një gjë negative, dhe as unë nuk e marr si një gjë negative. Mendoj që s'do ka të drejtë të besoj. Jo, nuk e marr fen si gjë negative. Unë do isha shumë i kënaqur që sa më shumë njerëz të besojnë për mua është një gjë pozitive është, por unë jam fan si vështrimit kritik, duhet të jetë njeriu nga natyra është skeptik dhe duhet ta ushtrojmë. Unë e them këtë për vetëm fakt Ogaz, sepse kur kam rënë në kontakt për herë të parë, domethënë dhe pse feedi im i nxjerr këto gjëra dhe feedi jot nuk i nxjerr këto gjëra, është sepse 2 raste kanë qenë. Një, ka qenë kur kam nisur punë për herë të parë edhe me një
shqiptar nga Kumanova, mbaj mend, edhe pavarësisht që ata janë të Maqedonisë Veriut, po shumë afër me ju janë. Dhe në një muhabet e sipër ishim në kantier të ndërtimit, ai ishte pushimin e vet, ne po flisnim për gjëra të bukura, gjëra të mira, po e pinim një kafe atje, edhe nuk e di se si shko muhabeti, edhe më thot që të besimit e krishterimi ishte diçka e tillë se ishin pashkët ato kohë, gjermanët po festonin pashkët. Edhe më thot në fi të muhabetit, domethënë që unë kisha më mirë që goca ime tha të martohej me një arab edhe një turk sesa me një shqiptar që është ortodoks ose katolik. Tash e para fare ajo është vendimi i vajzës, domethënë me çfarë të martohet, po e dyta ajo lloj shprehje për shembull mua më duket shumë negative, domethënë një nga gjërat më negative se un jam live and let live, bëj çfarë duash, çfarë do që të bësh ti në rregull je. Po kur ti po flet për jetën e një tjetri, për ndekuar jetën e një tjetri që nuk e pranoj unë nëse është katolik, i ke 99% ose 90% të mungon 10%, kurse nga ana tjetër të sakrifikosh 90% për vetëm 10%. Kjo ka qenë një rast, e i dyti rast ka qenë sepse një nga kushëritë e mi të vegjël, tashmë do të jetë diku tek 16, para 2-3 vitesh në një xhami nuk do ta përmend qytetin, në Nordrhein-Westfalen të Gjermanisë, në goxha në perëndim, domethënë, ka qenë në një nga këto xhamit ku imami ishte nga Kosova, edhe predikonte, më ka dërguar video, edhe ka dhe një video tjetër po nga e njëjta ditë që është bërë online, që thoshte që simbolet e Shqipërisë janë, ku dëgjon, janë armike, se ato 12 krah, 16 sa krah ka Shqiponia, se s'po vjen tash në mendje, pretendojnë vitet edhe që ka vrarë Dërbeu, ka vrarë vëllezrit tanë musliman, idiocia të tilla, po shiko, o gaz, po unë dhe ti e kuptojmë këtë. Por audienca e tij ishte djelmosha shqiptar nga 10 deri në 16 vjeç. Ata nuk e kuptojnë dot. Jo, nuk e kuptojnë, jo. Ja, është problematike, është gjithsesi problematike, por mendoj se megjithatë janë minoritet dhe se ku, po mendoj edhe varet nga vendin, nga shumë rrethana tjera, por mendoj se prap nuk është ndonjë përkundër që janë disa gjëra që nuk pranohen, prap bashkëjetesa është e mundur, dhe mendoj që shumica janë vetëm aspekte deklarative dhe për të provokime dhe për çka bëre për të pasur. Me që ti përmendë diasporën pak më përpara, unë kam vënë një ndryshim. Edhe gjithmonë po i referohem diasporës në Gjermani. Unë kam vënë re për shembull që brezi i parë i diasporës shqiptare, që automatikisht është ajo e Kosovës, që ka dalë shpejt shumë herë përpara se të kenë dalë shqiptarët e Shqipërisë, kanë një pjesë e madhe, po themi shumica dërmuese, dhe kjo ndryshe nga ato të tjera që unë po aludoja, kjo është fakt, domethënë, janë të mbledhur me zveti këtu. Domethënë, si të qytete ku kam qenë në Berlin, bëhen si sekte të vogla, domethënë, edhe kur përzihen tek tu me ndonjë turk, tek tu ku dëgjon me ndonjë arab, kështu si kanë qef as bullgar, as serb, as gjerman etj. Kurse brezi më vonshëm i shqiptarëve për shembull, unë nuk po them që janë të hapur, se nuk janë, se kemi edhe ne ato ignoranca tona, padituritë etj, por janë më easy going, janë më të thjeshtë kështu domethënë, kanë më të thjeshtë të përfshihen deri diku. Nuk i përçmojmë ai shumë domethënë. Ka një pjesë të madhe, po është në disproporcion me atë pjesën tjetër, edhe ky është ndryshim direkt për shkak. Unë kam vënë re këtë që sa e hyra e industrisë time, që normalisht më ndihmoi mua të takoja më shumë shqiptar, surprise, në ndërtim ka shumë shqiptar. Edhe kjo binte në sy direkt, domethënë.
binte në së direkte, ato djem që kanë pas nga Burrelli, nga Librazhdi, për shembull uleshin kafe me çdo individ portugez, polak etj, kurse kosovarët kishin tavolinën e tyre dhe nuk futej njëri fare aty, nuk diskutohet. Kjo më ka bërë shumë përshtypje. Po, është mendoj që ka shumë faktor dhe unë e shoh, pas të mos në Zvicër, ndoshta në Gjermani më shumë, për disa aspekte në një si ka ndodhur migrimi nga Kosova, por mos më thonë nga Jugoslavia, por më thonë nga Kosova, vendet si Zvicra dhe Gjermania kanë hapur zyra punësimi në qytete, në fshatra, dhe kanë marrë punëtor direkt. Fillimisht në atë kohë, pastaj gjenerata tjera janë punësuar, janë thirrur nga një kushëri. Unë e kam agjën në Zürich, në Zvicër, është i moshuar, tash është në penzion, ai ka dalur shumë herët në Zvicër, dhe e di që ai vet ka ftuar dhe ka punësuar një, me thënë 5-6 tepër kushërin nga fshati i tij, dhe të gjithë kanë shkuar, janë punësuar, si më thonë, në të njëjtën firmë, dhe pastaj kanë fjetur bashkë, ndoshta edhe domethënë për ato sa ai ka punuar në Kurudha, dhe kanë qenë gjithmonë në lëvizje, dhe kanë, për shkak se kanë ardhur nga një rajon së bashku, janë drejtuar në një rajon së bashku, është krijuar një farë mini komuniteti, por e shoh që gjeneratat e reja, megjithëse nuk janë të hapur ende mjaftueshëm dhe ki dallimet maja, mendoj sikur edhe Zvicra dhe Gjermania janë vende ku stresat shoqërore janë të shumta, dhe pse ti mendon që je duke jetuar në njëjtin vend sikur ai tjetri, jo, je vetëm janë shtresat ndryshme ku njerëzit as nuk shihen me zeti, dhe të vetmit që shihen ata janë që ngjasojnë njëri tjetrit. Mendoj që unë kam pas ndëgjuar duke edhe shqiptarët e Kosovës, spaku nga përvoja që unë e kam pas, nuk ishin të interesuar atë shumë që të jenë bashkë me shqiptarët e Shqipërisë, edhe si që ta ti, as me portugezët, as me turqit, askan. Por mendoj që kjo tash është e kaluar në një mas, por nuk e di, unë këtu afër nuk e kam asnjë shqiptar, domethënë një rrethin ku mund të takohen për kafe ose për diçka, edhe pse në Zhenev mund të takoj duke folur shqip, rrugës ose. Si zgjidhen këto problemet? Normalisht mund të ketë ndryshime të tjera, për shembull, që edhe do të vrasësh çik mendjen se ndryshime mund të gjesh, po të kërkosh me lup, mund të gjesh, po për këto lloj ndryshime që kemi, për shembull, se Kosova, unë shikoj Kosovën si Shqipëria ekstreme, zhvendje ekstremeve. Aty ka njerëz cool, aty ka art, aty ka piktur, aty ka kështu inxhiniera të mirë, software developers, aplikacione, gjërat, domethënë, më të bukura, që ne nga Shqipëria, domethënë, ndihemi goxha inferior kur i shohim, por në të njëjtin vend ka dhe njerëz të prapambetur. Domethënë që i kanë mendime shumë të forta, që janë shumë agresiv, që janë shumë tejkalues në të. Ka politika të mira, për shembull ka politikanë që nga jashtë mund të duken sikur nuk janë të korruptuara ose ka lidhje të tilla, një politikan për shembull si Albin Kurti, se do ta bëj në fund si pyetje, se dua një mendim për këtë gjë, po pastaj më vonë. Po ka edhe të tjerë pastaj që janë komplet të shitur.
Kurse në Shqipëri kjo lloj ndasi, kjo lloj balance, le të themi deri diku metafizike nuk ekziston. Në Shqipëri janë të gjithë mut me nder fjalës, e kupton? E kupton? Janë mut nga fillimi në fund, mbase nuk janë aq, domethënë nuk janë aq keq, po nuk janë as mirë fare, e kupton? Janë se di tash, hajde ta diskutojmë se kush është më keq. Edhe unë mendoj se vetëm zgjidhje, domethënë për këto që duken sikur janë ndryshime, por që në vërtetë nuk janë ndryshime shumë të mëdha, është fakti që ne nuk i njohim njëri tjetrin dhe më sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë do zbehen këto klishet apo këto pseudo probleme, le të themi. Si mendon ti? Gjërat do të vinë, janë faktor këtë nga njëherë të parëndësishëm që e bëjnë një farë mënyre këtë zbutjen e dallimeve dhe edhe një farë mënyre është më rëndësi që të kemi një preokupim, qoftë edhe banal. Për të shkruar për shembull Big Brother. Është ketë një show banal dhe një shumicë njerëzve mund ta marrin qoftë ashtu. Unë e kam këshyer disa prime gjersa ishte falas edhe pastaj kaluaj ta të Kosovës. Në Shqipërisë nuk e kam shikuar asnjëherë. Nuk kam kohë, mendoj edhe nuk jam target për audiencës, por emisionet si ai e bajnë një temë diskutimi të përbashkët për të gjithë. Edhe gjithë flasin për shembull për të njëjtin gjë dhe japin mendimet e njëjta dhe mund të diskutojmë për të njëjtin gjë. Kur flitet për shembull tash për serialin në Rushë, pasi gjithë e kanë parë shqiptarët nga Kosova, tash janë duke shikuar shqiptarët nga Shqipëria, do të kemi mundësi të diskutojmë bashkë. Literaturë po ngecim, besa nuk e di, ndoshta unë jam më afër pas literaturës do të huaj më shumë, por filmografi njësoj pak ka një farë çalimi, muzika, e thamë edhe më herët, një këngë e mirë që del në Shqipëri të njëjtën ditë dëgjohet edhe në Kosovë, njësoj edhe kjo besoj. Sporti njësoj, domethënë pse ende nuk kanë ndonjë sukses të madh as njëra palë, por ta zëm qoftë Drita ose Prishtina ose Trepça ose çka më Dinamo ose nuk e njoh nuk i njoh klubet nga Shqipëria të shkojnë, ose Shkëndija nga Maqedonia e Veriut të shkojnë për shembull në Europa League në fazën finale. Gjithë do të jemi bashkë. Gjithë. Nuk diskutohet, po. Nuk diskutohet, po i harrojmë Inter, Milano e Arsenal, jemi të gjithë cili do ekip të shkojnë. Por ende nuk e kemi pasur atë fat ta përjetojmë një gjëna. Është gjëna. Ajo është mëkat i madh shumë. Sepse do të na bënte të ndiheshim vërtet ekipi i Zvicrës përmes Shaqirit edhe Xhakës, ajo pjesa e tretë e shqiptarëve të diasporës, na bëri të ndihemi një farë mënyrë së bashku, sepse përmes e ka atë efektin përçues edhe sporti, edhe gjitha këto, dhe mendoj që do të komercializohet pak më shumë kjo. Do të komercializohet një farë mënyre, e harrova festivali që nuk do të mbahet si vjet Sunny Hill në Prishtinë, është dëm i madh, sepse është një gjë që i ka pruar tiranësit e vlonjatët në Prishtinë për të parë. Ajo është kryevepër gjë. Domethënë mua vjen shumë keq që nuk do bëhet për vit, nuk e kam shumë background e tjerë. Shiko, unë gjithsesi nuk e di ku kam shkruar diku mbase kam Twitter në description. Po. Derisa vetëm të them për ata që janë të dëshpëruar, le të themi që ka pas plan të bie shi ato ditë, kështu që pak a shumë piklimit. S'kemi frikë nga bora, s'kemi frikë nga shiu, është ajo kënga.
Nuk më mbaroj se është pak ofensive, po nuk e di, në Twitter më duket se kam të shkruar, shko. Unë mendoj vërtet që diskutimi është hyjnor, unë nuk ka problem të, nëse ka gjithmonë një bon sens, mirë kuptim, një shkëmbyerje, shkëmbim, është fjala, shkëmbim respekti, domethënë mes palëve, diskutimi unë mendoj thellësisht që është hyjnor, sepse është zgjidhja e të gjitha këtyre gjërave që ne na duken, edhe në rastin të tillë, se ajo reklama që i bëri te Big Brother, bashkon shqiptarët, edhe të gjitha gjërat e tjera, domethënë, normalisht do ngrejnë diskutim. Kudo ku ka diskutim, është e vështirë mos dalë një gjë e mirë. Tjetër ku fokusi mund të vete gjërat e këqija, mund të vete ku dëgjon, është tresh, është i keq, domethënë unë jam i njëjti me Dion, s'kam para asnjëherë, as nuk pretendoj se do e shoh, sepse kam pak kohë të lirë, atë pak kohë të lirë që e kam të mbushur plot të gjithë kohës. Po ta vësh re për shembull, nëse një njeriu ka shpirtin për të mësuar, edhe në ato raste të tilla mund të gjesh mundësi për të mësuar diçka. Edhe nëse një tap mund të bëjë diçka banale, mund të mësosh që s'duhet për ajo gjë banale, sepse shi sa shkeq u duket dhe si sa negative ishte. Edhe me qenë diskutimi, se unë nuk dua të mbaj edhe shumë gjatë, nuk mund të lëm pa e folur për një minutazh shkurtër këtë situatë, le të themi, të tejet tensionuar që është për momentin në Kosovë, dhe unë njerëzit e dinë, ata nëse mund të ketë ndonjë njeri që nuk ka idenë, mund të dëgjojnë podcastin e mëparshëm me Alisën. E kemi shpjeguar atje me pak minutat e para që për çfarë po flasim. Si është qëndrimi jot, si e shef ti gjithë, ke frikë, kush e ka fajin, çfarë po bëhet? Është një tentativë në radhë që të tejkalohet status quo. Për mendimin tim, unë kam një mendim tjetër, kështu që mendimin tëm duam. Po. Është një tentativë që të tejkalohet dhe të gjendet një zgjidhje që do të mundsoj shkuarjen përpara të Kosovës si tërësi. Mendoj që marrëveshjet që janë bërë paraprakisht, të gjitha ato janë bërë me mend, dhe shumica e tyre, për mos të them të gjitha, janë marrëveshje të fitores së Kosovës. Janë të dalura nga lufta dhe nga procesi që ka vazhduar tutje, dhe se të gjitha këto marrëveshje është e pamundur të mendoj dikush që pas luftës që agresionin që Rusia i ka bërë Ukrainës, pas një kohë 10 vjeçare, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kthehen tash me Rusinë dhe të bëjnë marrëveshje të dëmshme për Ukrainë. Marrëveshjet nganjëherë duken që nuk janë ajo që idealja, por janë ato që janë marrëveshje që është mundur të arrihen dhe do të shkojë të para. Është një, për të them, unë mendoj që asociacioni për shembull komunave me shumicë serbe në Kosovë është një mjet i mirë që ta integroj komunitetin serb brenda Kosovës dhe të Kosovën unitare të tillë t'ja mundsoj të vazhdoj në integrime tjera. Dhe mendoj për shembull, unë mendoj që edhe Serbia duke nënshkruar, por duke u pajtuar me marrëveshje në Ohër edhe në një mënyrë ose tjetër e njeh Kosovën. Nuk është më rëndësia e njeh deklarativisht. Është më rëndësia e njeh. O gaz, unë pyetja do të ndërpresi, kush, domethënë, nëse vërtet ky asociacioni, domethënë, është ide e mirë, nëse kjo do garantonte Kosovën ashtu siç është, kjo është në rregull për mua. Tani,
kush e garanton Kosovën që nuk do ndodhi në njëjta gjë që ndodhi në Bosnjë, sepse asnjëri nga palët, as Gjermania, as Franca, as SBA-ja nuk janë të gatshëm që të thonë që bëni të dhe ju garantojmë se s'do ndodhi ajo. Bile para pak orësh ose ditësh, kur do lidhet kjo do jetë ditësh normalisht, një ato përfaqësues amerikan thanë që do të jemi mirë që nuk e kemi bërë si Bosnjë. Ata të vetëdijshëm se çka kanë bërë në Bosnjë, edhe përdorin një gjuhë shumë agresive, domethënë që bindu perandorit, bindu vasalit e tjerë. Unë kam arritur në një situatë ku kuptoj që shqiptarët nuk janë më prioriteti numër 1 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ne kemi kemi një romantizëm të thelluar edhe na vjen pak kështu keq se në duket sikur tradhti nëse do vini veten në vend të parë dhe jo aleatin. Nuk besoj unë shoh Bosnja është një shembull më ekstremi i cili nuk mund të përdoret në asnjë rast. Mendoj vetëm insan që ka të përbashkët me këtë janë serbët, por ajo që thuhet që lidhin asociacionin nuk ka pasur asnjëherë asociacion në Bosnjë. Domthonë ata kanë shpallur një kuvend nacional serb i cili më pas pak muaj më vonë ka filluar të marrë përkrahjen, e ka pas përkrahjen çush në fillim të ish Jugosllavisë dhe ka filluar me krimet e tyre. Dhe nuk ka dalur Republika Srpska nga një asociacion, por ka dalur si rezultat i një lufte të përgjakshme, një krimi të madh, një genocidi i cili të cilin e ka ndalur më në fund, pas 5 vite e tepër bashkësia ndërkombëtare, duke e krijuar, duke e bërë një ndarje de facto të territorit ashtu si ishin forcat në teren. Sikur sot, nëse ndalet lufta në Ukrainë, është shumë pak e mendueshme që Ukraina nëse nuk e merr në ndërkohë atë pjesën lindore të sajën, dhe nëse arrihet një marrëveshje, nuk mund të bëhet një marrëveshje pashe nëse nuk është kontrolluar territori më parë. Edhe pse nuk është e padrejtë, megjithatë vetëm desha të them që elementi i Bosnjës nuk është i transpozuar. Këtu kemi të bëjmë me një kundërshpërblim, por nuk është vetëm kundërshpërblim. Unë mendoj që është serbët kanë të drejta përdorin gjuhën e tyre. Drejt kushtetuese. Kanë të drejtë. Këtë se kundërshton njëri. Po, jo, po tash vi aty. Kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre dhe të shkojnë në shkollën e tyre. Tash plan programet në gjuhën serbe nuk i vendos Ministria e Arsimit në Kosovë. Ato vinë nga Ministria e Arsimit në Serbi. Asociacioni është ajo mënyra që në vend se ai ndikim të vije nga Beogradi, ato koordinime të punës lidhur me gjuhën, me shkollimin në gjuhën serbe të bëhen përmes këtij organi koordinues mes komunave shumicë serbe. Ta zëm edhe shëndetësia sot, sidomos në pjesën, por edhe në pjesë të tjera, ata kanë ende lidhje shëndetësore, domethënë me sistemin e shëndetësisë me Serbinë. Dhe ajo duhet të shkyqet duke u kthy një koordinim brenda. Por nuk janë as serbët as të krahasur. Ndërpres, të lutem. Unë mendoj se ti në këtë moment po tregohesh shumë zemër mirë dhe shumë i mirëkuptueshëm, shumë europian. Je shumë i hapur në këtë moment, e kupton? Edhe unë mendoj që sjellja sikur Jezusi me Serbin nuk funksionon. Serbi që Jezusi do të jesh gjithmonë i mirë pavarësisht se bën ai, sepse ti nuk je si ai. Me Serbin nuk ka funksionuar. Se tani ne po t'i vëmë re konflikte botërore, heqnim Bosnjën, domethënë, po t'i vëmë re konflikte të tjera botërore që kanë qenë deri diku edhe më të krahasueshme, domethënë, çdo palë që ka qenë atë, po flasim për botën që ne i hedhim sy të perëndimin, nuk po them për këto ç'a bëjnë këti. Në rast të një konflikti madhor,
pala shkaktuese mbas fitores apo humbjes, gjëja e parë që ka bërë si shtet ka kërkuar falje morale. Kjo nuk ka ndodhur sot e kësaj dite, as për Bosnjën, që është më ekstreme tham. Edhe akoma nuk ka ndodhur nga Serbia. 1. E dyta, të gjitha ato që po thuan ti, unë mendoj sepse në një botë që do ishte utopi, do ishte gjëja më perfekte. Dhe ti ke mbështetjen time me gjithë shpirt, në qoftë se ne do kishim një person që është i kaq i mirëkuptueshëm. Por ne kemi përballë një shtet të tillë si Serbia, që mua nuk ma garanton asnjëri që në qoftë se këto e vendosin të vinë kurrikula nga drejtoria ose ministria e arsimit të Kosovës do e implementonin. Sepse kush ma garanton mua që ata do thuan që jo, unë nuk e mësoj, se historia është e gjitha. Çdo gjë vjen tek historia. Serbia e mëson historinë si çdo Serbia, është i vetmi shtet në të gjithë Europën, edhe Greqia ka devijime të tjerë, por në atë lloj farfeje, se siç është Serbia, është vetëm Serbia në gjithë Europën. Domethënë, francezët mësojnë historië, gjermanët mësojnë historië, anglezët, shqiptarët, italianët mësojnë, ka një vijë historike, janë të vetmit serbët që thonë ne jemi, ku dëgjojmë, pasardhësit e titanëve, ku dëgjojmë çka kanë ata. Tani, me çka kanë treguar deri tash këto minoritetet serbe ose këto pakicat serbe në Kosovë, domethënë, unë nuk më duket në një lloj mirëkuptimi që ata janë të aftë edhe kanë vullnetin të bëjnë këto implementime të largohen nga ata të tjerët, sepse nuk mund të ketë një lloj mirëkuptimi kur ti ushtron në dhunë ndaj policisë në atë lloj mënyre, se kjo nuk na shkalohet, kupton? Edhe ajo është shumë e dhimbshme, edhe në një moment të tillë kur ato ndodhin, ti bihet me shoplak, me shapk. Jo është papuçe i thoni ju, kupton? Ti bish me shapk Kosovës, se erdhën disa uligan kriminella dhe ish polic nga Beogradi, nga Içkën e Semës, nga erdhën ata me autobuza, me gjëra, vetëm për të bërë ato lloj gjëje, apo vagrin, apo leshi preshi, që mos ti bëhemi kështu tash si gazetar. Ti bjeri faj Kosovës për kjo është e pa pranueshme. Po pyetja ime është, gaze mbetet gjithmonë, e zëm se e bëm këtë që do ti, ose që mendon ti që është e duhura. Kush ma garanton mua pjesën që mbasi të bëhet ajo situacioni, ata nuk do formojnë një kuvend. Kush ma garanton mua që do e pranojnë kurrikulin e shkollës së Kosovës? Domethënë nuk ka asnjë lloj garancie, nuk ka asnjë lloj pale, as vetë Serbia, as vetë serbët e Kosovës që të thonë që më jepni këtë dhe unë do ju nënshkruaj këtë letër këtu, siç është traktati Versailles apo ku dëgjon letër tjetër, që unë do i përmbush të gjitha ato pikat që janë këtu. Asnjë palë nuk e ka thënë këtë. Unë e kuptoj plotësisht. Mendoj që është një element kohor që do të kjetë parasysh dhe një element hapësinor. Spari elementi hapësinor. Kosova duhet të jetë një vend plotësisht evropian i hapur, domethënë duhet secili të jetë i lirë, qoftë që është minoritet etnik. Nuk po flasim vetëm për serbët, po flasim edhe për romët, për ashkalinjt, egjiptianët, po flasim për malazezët, po flasim për kroatët në Janjev, por edhe turistët, po flasim për pakistanezët që vinë ndoshta të punojnë nesër, senegalezët, ndoshta po flasim për afrikanët që do të vinë nesër, po flasim për serbët, po flasim edhe për minoritetet minoritetet LGBTQ ose për të gjithë minoritetet fetare, për minoritetet të gjithë duhet të ndihen të mirë se ardhur edhe të ndihen të lirë, të qetë në paqe kur të jenë në hapësirën e vendit që quhet Kosovë, edhe themi edhe që quhet Shqipëri. Kjo është një farë nuk është mision, po kjo është vizioni jam që unë e kam për atë vend. Pastaj kur ti arrin. Nuk dallojmë te vizioni o gaz. Ne ndryshimin ne të dy si dy individ që po flasim me njëri tjetrin, nuk e kemi ndryshimin te vizioni dhe unë dua të jetë ajo. Ne kemi ndryshimin tek mënyrat e mjetet se si arrihet kjo. Sepse edhe Franca, edhe Zvicra, edhe Gjermania ndihen të mirëpritur. Unë ndihem shumë i mirëpritur këtu. Unë kam të gjithë potencialin tim, unë kam lulëzuar në këtë vend. Nuk është dashur asociacioni shqiptarëve për këtë vend. As i LGBT, as i turqve që janë me miliona etj. Unë e kam tek mjeti, domethënë. Qëllimi
largo zot, unë asnjë gjë të kundërt nuk do doja, gjithë secili është jetë njeriu, gjithë secili do ta jetojë jetën si çdo vet, për aq kosa nuk i bën dëm tjetrit. Po mjeti se si kërkohet dhe në çfarë lloj kërkohet, se nuk përputhen as numra ato, kupton? Më fal mua nëse e shoh inxhinierike, po ti pak më përpara e përmendë që nuk mund të bësh negociata për tokën që nuk e ke mbas lufte, apo jo? Ashtu e thashë, nëse se ke okupuar, normalisht nuk do të bësh. Edhe unë si Bleon them, nuk mund të bësh ti kur jeti ti në një pakicë të thellë, sepse ne nuk po flasim që serbët i kalojnë 10, 15, 20, 30%. Ne po flasim për një 5%. Është jashtëzakonisht shumë e vogël të ketë atë lloj vendimarrje, është disproporcionale. Po e kuptoj, por asociacioni faktikisht nëse gjitha marrëveshjet që janë parë dhe gjitha format që janë treguar për publikun dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Shifet është një ndër format vetë menaxhuese më me pak fuqi që mund të ekzistojë në ndonjë sistem. Shamo krajze ose si quhet niveli subregional të ju mund të ketë më shumë kompetenca, gjithsesi ka më shumë kompetenca se sa një asociacion i tillë i cili nuk ka kompetenca fare, sepse kompetenca është nënshkrimi. Nënshkrimi, kompetencë është parja edhe kompetencë është ligji, do të thonë që nëse ti nuk e zbaton një vendim që e merr ta zëm këshilli drejtuesi i atij asociacioni, ti mund të përballesh me ligjin. E nuk ekziston kjo kërkon. Domethënë ata kanë një farë mënyre, është një koordinim. E unë mendoj që nuk është as pak i nevojshëm, as pak i dobishëm, as pak i rrezikshëm, as pak kurrgjoheq, por nëse ajo është kushti që serbët të integrohen në institucionet e Kosovës, atëherë pse të pengoj vetëm simboli i të qenunit një një komunitet që ka një farë organizimi, pse të pengoj ajo. Por është vërtet një debat i gjerë, unë jam ndihemi vetmi në këtë hapësirë, sidomos në Twitter. Edhe një parashtrim të fundit. Jo, nuk e nevojë të ndihesh i vetmi fare, sepse unë ta them edhe e them me plot gojë që nëse ne do flisnim për çdo lloj populli tjetër, unë do isha me ty. Po për vetmi fakt sepse aktori në këtë moment është Serbia, që ka probleme anë mban Ballkanit, në çdo lloj anë të mundshme, unë mendoj se nuk është e durë. Dhe ajo ku doja të dilja unë, domethënë si. Po. Të dashur miq, ju e dini që duhet të bëni like, subscribe, follow, bëni komente, dhe ndiqni Gazin në Twitter, edhe duhet na dëgjoni kur bëjmë space tona, sepse këto çfarë po flasun me Gazin për momentin janë thjesht disa, le të themi, një pjesë e vogël, kurse në për space-a ne diskutojmë dhe me gjërë, me persona të ndryshëm, edhe kemi më shumë me mendime për tu hasur. Vazhdojmë, se bëra një çik reklamë. Tani problematika është sepse ne nuk po flasim për çdo lloj njeriu, ose për çdo lloj populli, po flasim për Serbinë që ka probleme me Kroacinë, ka probleme me Bosnjën, ka probleme me Rumaninë, me Bullgarinë, me Hungarinë, me Bosnjën, me e kuptoj. E të ka një aspekt tjetër, që është aspekti kohor. Në çfarë kohe pas sa kohë mund të jetë i rrezikshëm asociacioni? A mund të jetë i rrezikshëm pas 6 muajve? Jo, sigurisht që deri atëherë nuk do të implementohet. A mund të jetë i rrezikshëm pas 4 vjetë? Jo. Askush nuk do të mund të ketë si më thon. Po pse unë mendoj se mund të jetë i rrezikshëm direkt 1 vit mbas implementimit, sepse nëse ti ke gjithë është vetë menaxhim, është asociacioni vetë menaxhim, do kenë policinë e tyre, shkollat e tyre, gjërat e tjera. Ato janë këta në komandën e nivelit qendror, nuk ka asnjë pavarësi aty. Në rregull, janë në komandën e nivelit qendror, por nëse ti ke një ndryshim thelbësor moral edhe historik, domethënë me një tjetër, mund të vendosi që i shkrep aty, po marr një rast absurd, që po thjesht është absolutisht ta vënë
në pikpamje është vetëm vendosi që policia ku dëgjon në Zveçanit apo Leposaviçit thoi që do të rënë ca barikada, nuk duam shqiptar këtu hiç. Po Blean, ato janë tani më, domethënë policia e Kosovës në veri ka qenë e përbërë nga pjesëtar serb me uniforma të shtetit Kosovës dhe kanë patrulluar, kanë kryer punët e tyre në veri. Në momentin që që ka pasur mos pajtime politike, ata kanë dhënë ndërheqje, por nuk domethënë ata janë aty. Po ky është problemi jo gas, sepse policia nuk është institucion politik. E Po ai kupton? problem as nuk zgjidhet, as nuk përmirësohet, as nuk përkeqësohet me asociacionin. Ato janë si më thonë kompetenca të komunave. Po gaz, po ti nuk beson tek shteti i Kosovës, në qoftë se për ty si Gaza apo si Bleon është e rëndësishme se qa nacionaliteti ka polici i rrugës që ka stemën e Kosovës, atëherë do me thënë që ideja e Kosovës si shtet nuk njihet, nuk respektohet, sepse ti në momentin që thua unë s'ka gjë, ta veshi uniformën ai me stemën e Kosovës, po ai duhet të jetë serb. Po Bie e gjithë ideja. Ajo pjesë është kërkuar nga gjykata kushtetuese të rishkruhet. Domethënë që është me rëndësi që drejtorët, siç ndodh në gjitha rajonet e Kosovës, që drejtorët e policisë të zgjedhen të propozohen nga komunat e atij rajonit. Domethënë që është verjo, ata drejtorët e kryetarët e Sistem amerikan domethënë. Po ashtu është në Kosovë. Domethënë edhe rajoni i Gjilanit i propozon Ministrisë Punëve të Brendshme ta zëm 3 drejtorë të policisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme e zgjedh pas verifikimeve të tyre, e zgjedh njërin nga ta. Edhe njësoj do të jetë edhe atje. Vetëm se atje drejtorët, domethënë kryetarët e komunave normalisht, nëse ka zgjedhje demokratike të lira, do të jenë të komunitetit serb, pasi janë komuna me shumicë serbe, dhe do të propozohen Ministrisë ta zënë punëve të brendshme 3 drejtorë të policisë, të cilët do të jenë sigurisht të propozuar serb. Ministria e Punëve të Brendshme do t'i hetojë secilin, nëse ata sigurisht që do të jenë policë, do të shikojë a kanë ndonjë problem dhe do ta zgjedhin njëri prej tyre. Nuk ka asgjë të keqe, gjithkohon domethënë nuk ndryshon kjo asgjë. Nuk ndryshon asgjë kjo me ardhin e asociacionit. Nuk ndryshon asgjë as në sistemin shkollor, përpas se bëhet një koordinim më i madh i shkollave, mundësisë për hapjen e shkollave mesme në mes ta zëm fshatrave shtetit dhe sidomos te shkollat është shumë e rëndësishme. Pse asociacioni është mirë? Sepse sot për sot vetëm qyteti i Mitrovicës veriore, domethënë komuna e Mitrovicës veriore, e ka të drejtën për shkollim të lartë në gjuhën serbo-kroate, serbe, edhe komuna tjera nuk kanë asnjë mënyrë se si të vendosin për atë. Sa mundësi të tilla ka Medvegja, Bojanoci dhe Presheva? Medvegja, Bojanoci dhe Presheva besoj që nuk kanë mundësi të mjaftueshme dhe kanë shumë probleme. Kanë shumë probleme që kanë sjell ndoshta edhe dyndjen e popullsisë dhe migrimin, dhe kanë probleme. Po shef Ogaz, pse e shikojnë se unë e di që ndonjëherë jam pak më cinik se më pragmatist se sa duhem, domethënë po kjo sjellja e serbëve është që bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Po, unë jam plotësisht i bindur në atë Blen. I vetmi send është që unë dua që Kosova të jetë e pakusht në respektimin e të drejtave të secilit, lirisë së secilit, pa marrë parasysh komunitetin, respektimin e ligjit të gjitha ato, dhe se të jetë një vend unitar, domethënë që ligjet të jenë të njëjta për të gjithë. Domethënë kjo është me rëndësi, që do të thotë që asnjë kuvend tjetër nuk mund të shpallë ligje tjera për
për qytetarët Kosovës. Unë kanë të ligjet njëta të respektojnë ligjet nga të gjithë. Dhe kjo vjen në bazën e marrëveshjeve tjera që janë sot të bllokuara nga marrëveshja për asociacionin. Prandaj është si më thon, unë mendoj që përpas asaj që do të mundsonte zhbllokimin e marrëveshjeve tjera, që është për targa, për dokumente, për diploma e për pika kufitare, për urën e hibride, për telekomunikacione, për ujmanin, për energjinë elektrike, gjitha këto marrëveshje që janë sot në blokad, përpas që do t'i zhbllokante këto, mendoj që për shumë aspekte është i zgjedh mjaftueshëm problemet që serbët mes vete i kanë në komuna. Sepse ata duhet të koordinohen në një farë mënyre, pasi që nuk e kanë. Edhe ata në qytetarët Kosovës, edhe pasi që kjo i zgjedh ato probleme, të cilat sot ato probleme i zgjedh Serbia, jo Kosova. E mu më pengon fakti që dikush tjetër të vinë nga Serbia dhe ta koordinoj punën e serbëve në Kosovë, kur ne kemi mundësi të krijojmë një asociacion, një organizëm që do ta bënte atë koordinim brenda Kosovës. Por si është tjetë, koha do ta tregoj që unë besoj se kjo ka vend për debate dhe unë do dëshiroja të brenda mundësive tuaja gjithmonë, domethënë të ftoja përsëri për këtë temë, mbase edhe me dikë tjetër në konversim të kundër, po gjithmonë e ti e ke parasysh që të ftuarit e mi janë me bon sens, nuk janë njerëz që bëjnë edhin akuza dhe agresiv, kështu që një debat konstruktiv, po mendoja domethënë, brenda dëshirës tënde gjithmonë. Për mbyllje kisha një pyetje. Çfarë ndodhi me Kurtin? Do japi dorëheqjen? Do e heqi apo do vazhdoj? Ashtu që po bën. Ja, nuk ka mundësi për dorëheqje. Mendoj që nuk ka as quorum, as partit tjera nuk janë të interesuar të marrin mundin të dalin në zgjedhje tash. Nuk ka nevojë për dorëheqje, mendoj që ka nevojë që ai të çojë përpara disa reformat të cilat i ka premtuar, reforma në sistemin pensional, reformat në arsim, reformat në qasje ndaj për një banim më të lirë për social, e gjitha ato reforma, por edhe këtë marrëveshje ta çoj deri në fund. Po pra Gaza ty më dile, kupton? Shiko, nuk duhet të jesh gjithmonë kaq njeri i mirë ti Gazi. E kupton? Duhet të jesh çik më pragmatist si shqiptar, të jesh çik agresiv në këto gjëra. E kupton se unë ti e ke shumë saktë atë që ke dhe unë o Zoti i Madh do dëshiroja që në një politikant mendonte ashtu, por ne jemi të përballur përpara faktit që zgjedhjet në Kosovë për momentin i vendos në momentin e parë kjo gjëja me serbët, edhe pastaj ato ekonomike janë në vend të dytë. Jo, nuk besoj fare. Unë besoj që zgjedhjet në veri të Kosovës, në këto komunat janë me rëndësi primare. Mendoj që çështja e asociacionit, marrëveshjes për asociacionin, asociacioni është punë e kryer. Ajo punë është në statut jemi ndalur, sepse asociacioni jena marrë vesh, tash ajo ekziston, nuk është ajo punë e kurtit. Tash është puna të përpilimi i statutit të atij asociacionit, vazhdimit tutje. Asnjëra palë nuk ka dashur, por besoj që shpresoj që pala evropiane, pala amerikane dhe domethënë në bashkëpunim me aleatët tonë tjerë, Edi Rama, të jenë të gjejnë një mënyrë se si të përpilohet një statut i cili përkon me atë asociacion për të cilën jemi marrur vesh, edhe që është si fryt i një plani të cilin i cili plan na e ka mundsu edhe pavarësinë edhe gjithë ato që i më shkute para. Tash kjo nuk do të thotë që Kurti me do e mos duhet të kry këtë punë. E kupton? Nuk është Kurti ai që me do e mos duhet të nënshkruaj këtë. Unë mendoj, edhe kjo është, ka që më duke qitë fallë,
don e marr filxhanin edhe vdes podcast jemi, nuk mos e ke problem. Oracle. Unë mendoj që Kurti do t'i lejoj dërgimin e një drafti, një statuti në gjykatë kushtetuese, dhe nëse gjykata kushtetuese thot që nuk ka problem, atëherë ai do të thotë, okay, nuk pas ka problem, edhe nuk mund t'i kundërvihet. Do të vinë atë pikë ku nuk do të mund t'i kundërvihet, por ai nuk do ta dërgoj. A është Vjosa Osmani që do ta dërgoj? Kryetarja, a është avokati i popullit që do ta dërgoj? Kush ka, a është një parti politike tjetër që do ta dërgoj? Kush do ta dërgoj atë në gjykatë kushtetuese nuk e di. Por nuk ka nevojë për zgjedhje të reja dhe edhe Blan për ta përfunduar, unë mendoj që nëse Kurti do ta kishte përmbyllur këtë proces, ai do t'i merrte 70-75% edhe nuk do të kishte kush që do ta rrëzonte nga ajo vend për 20 ditët e ardhshme. Nuk e di kush është duke e këshilluar që kjo mund të ketë pasoja. Unë e di që nuk është elektoralist, nuk është duke analizuar se cilin hap përmes prizmës se a sjell votues ose jo, nuk besoj që është ajo ashtu, besoj që Kurti është idealist, por mendoj që duhet ta kuptoj unë spaku në formë të prognozës, kisha thënë që nëse e përfundon këtë marrëveshje, atëherë ai sigurisht që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të ketë as kundërshtar. Domethënë kjo vetëm do t'i shkonte, sepse për mu kundërshtimi i tij që ai bën Amerikës dhe mos jo vetëm Amerikës, pa aleatëve, domethënë qëndrimi stoik dhe një dozë e elementit që ai nuk negocion, mendoj që i ka pengu me marrë vota më shumë, sepse njerëzit gjithatë dëshirojnë që ta çojnë deri në fund këtë proces, të kemi mundësinë të inkuadrohemi në organizata tjera, të cilat nuk jemi të inkuadruar, edhe mendoj që në momentin që do të jemi të antarësuar në NATO, atëherë çdo gjë merr fund, nuk ka as nevojë për njohje, as për njohje, as për. Më lejosh një pyetje të vogël të fundit. Urdhra. Në qoftë se ne i folëm gjithë ato dhe mund të e zëmë zeram në një konsensus bashkë, domethënë që është gjë e mirë edhe që kjo do i hape rrugë të tjera, e marrim këtë fakt të kryer. Pse bën Kurti këtë që bën pastaj? Në qoftë se ka vetëm të mira që vijnë nga kjo, për çfarë arsye ka që ka këtë vendim edhe këtë drejtim politike për momentin? Ai nuk e njoh Kurtin mjaftueshëm, nuk e përcjell as në media sociale, as nuk e përcjell. Mendoj që është klerik në një mënyrë, por mendoj që do të vijë aty, domethënë e gjykon, dhe sigurisht e gjykon çdo gjë, por se megjithatë nuk e ka dëshirë që ti imponohet diçka që nuk e ka pasur në plan të bëj, dhe koha shkon shumë shpejt. Mendoj që qeveria e Kosovës shumë e ka pas një problem të madh, që nuk e ka ditë se sa kohë marrin gjërat për të bërë, për të ndryshuar, edhe sot një pjesë e madhe e gjërave mbesin aty sepse nuk kuptohet që do të grahur punës shumë më shpejt për të arritur. Ky është mallkimi kur ke idealist në krye të qeverisë. Idealistët asnjëherë nuk e dinë se si është procesi. Është njësoj analogjia arkitektë me inxhinierët. Arkitektët asnjëherë nuk kuptojnë se
qa punë dhe qa mundi dhe qa kohë, qa resurse që duhen për atë. Gjithsesi, unë do të lëshoj tashmë, të falenderoj përzemërsisht, do të thënë është si gjithë një kënaqësi e madhe të bisedojmë së bashku, edhe shumë dëshirë do e kisha të krijonim një diskutim me një person të tretë, edhe jo vetëm ne të dy bashkë një herë tjetër në të ardhmen. Kur do që dua super fare. Kundërshtarët, ata të tjerët. Të tregoj peizazhin, pak një panoram. Sa bukur. Pak se. Është vërtet domethënë unë nuk e di në qoftë se jam një individ që jam plak ose i moçëm në karakter, po unë këto vendet e qeta me shtëpia të vogla kështu ja adhuroj keq fare. Edhe mezi po pres që ta arri statin tim të jetës që mund të shijoj diçka të tillë larg nga zhurma e metropolit siç është Berlini, që është një kaos i pashpjegueshëm ndonjëherë. Kam qenë në Berlin disa herë, Blon, dhe kam bashkëpunëtor atje. Më pëlqen shumë. Kam qenë në disa format të ndryshme. Dhe më pëlqen ai qytet, por është vërtet që ka pak kaos. Është shumë kaos. Është shumë kaos. Berlini është shumë kaos plako. Berlini është Valta kiko. Herën tjetër që të jesh të lutem më bëj një telefon që ta pim i kafe. Hajde më pije i kafe. Nëse mban të mend. I dashur të falenderoj dhe gjithë mirat. Njerëz ja kalofshi bukur, like, follow, comment, dhe mos përpikat nëse e morët i natë gazin të vizor, se nuk e dini shumë mirë, se duhet ta ndiqni një herë para fare, se jo vetëm peizazhi që na e tregoi tash, po ka edhe materiale shumë të bukura në Twitter, edhe ka edhe një bonus gazi që se ka asnjë njeri tjetër në Twitter, që herë pas here ju mëson të gatuani mirë dhe shëndetshëm. Kështu që është goxha interesant, domethënë, dhe jo më kot normalisht, përderisa unë e kam ftuar në podcast, unë kam shije të mira tek njerëzit, kështu që e lam na me këtë gjë. Atëherë gaz, gjithë mirat, edhe ne do të dëgjojmë përsëri herën tjetër. Ciao. Deri në herën e ardhshme. Ciao.